Mirë, kemi dëgjuar lajmet orës 11, lajmet flash, rikthehemi së bashku teksa ora shënon 11:09 minuta. Në këto momente drejt për drejt tani e kemi shtyr paksa për shkak të zhvillimeve të fundit bisedën me të, por na ka mirë kuptuar pasi kemi mik edhe të programit, por mik edhe të medias njerëzënia. Jam duke folur dhe na pret tani në lidhje Viber dhe un kam një pyetje se dua ta ngacmoj. Gjithmonë pëlqen me ngacmu këtë të ftuar se kemi shumë mikë dhe na mirë kupton. Flasim me zotin Selatin Kaçaniku nga OJC Konsumatori, që unë pyetjen e parë që e kam për të është se apo të tremb i nxehti? Ju lutem po ndëgjoj dot nëse bën me ma përsërit. Po, pyetjen e parë që kam për ty dhe dua të ngacmoj që në fillim të intervistës, a të tremb i nxehti, vapa të tremb? Neve qura të ri, vapa s'ka bën gjë. Brava. E di. Duke i u betuar një sime, ose i betohem se kur më i rinë do t'jem, prandaj unë duhet t'i qëndroj besnik kësaj që pa thënë. Mirë shumë, na vjen shumë mirë. A di pse të ngacmova këtu, sepse në fakt ne këtë jemi mirë kuptuar që ta kemi këtë lidhje në Viber, megjithëse sot janë ulur pak temperaturat sot. Po nëse të pyes, a të tremb ky i nxehtë këto temperatura të larta ku shkon në një market dhe shikon që aty nuk është freskët në atë çfarë do të blesh? Maksi, edhe pak dhe do të jap titullin e doktorit të provokimit. Faleminderit. Po? Me të nxitur nga çmimet. Po? Edhe dimnin e kemi verë. Sepse çmimet e larta na nxisin temperaturën e lartë në kokë. Dhe na digjen edhe xhepat. Na digjet gjani, na digjet edhe zemra. Por nuk kemë çfarë të bëjmë. Dhe siç po shihet nga pamjet e këtyre 2-3 ditët e fundit, nuk ka kush të merret me ne, nuk ka kush të merret me kauzën e qytetit konsumator, i cili është taksapagues dhe gjeneros kryesor i buxhetit konsumus të shtetit. Ne financojmë shtetin, por nga nënpunësit e shtetit feedbacku nuk ekziston fare. Nuk ekziston fare. Pa përmendur emrin e marketit, besoj na mirë kupton, unë pash një status që ti ke bërë dje, do me thënë nuk e marrë përgjigje ende, thjesht e ke quar në tek organet, tek institucionet përkatëse, nuk e marrë përgjigje në atë çfarë bleve. Unë shumicën e marketeve. Po? Dhe si që kam thënë x herë, jo rrallë ndodhë që ta mbushit gjysmën e shportës dhe shportën e tërë me artikuj që duhet diskutuar. Duhet diskutuar. Duke i njohur problemet që i kemi në sistem, unë ato i zgjidhe me menaxher. Dhe publikisht i falenderoj për mirëkuptimin dhe ato punë rregullohen. Por kjo mbeti e pa rregulluar. Në këtë market po ashtu shkoj shumë shpesh dhe në veçanti të artikujt të cilët janë afër skadencës, unë gjej dhe artikuj të skaduar. Por dhe të artikuj që nuk janë të cilësuar si artikuj para skadencës, unë edhe aty gjej artikuj të skaduar. Dhe në këtë mënyrë, duke i ndihmuar marketeve, unë në të vërtet misionin, qëllimin e kam, motivin e kam që të ndihmoj qytetarët konsumator kudo ku janë, që mos të bien pre e neglizhencës, sepse edhe marketet, jem shumë korrekt, kanë probleme me fuqinë punëtore. Dhe ato vazhdimisht fluktuojnë dhe nuk kanë kapacitete që çdo punëtor të ri, çdo gjenerat të re punëtorësh ti mësojnë se si duhet punuar. Faktikisht edhe menaxherët në të shumtën e raste kryesisht janë me fakultet ekonomik dhe nga banka e financa. Çfarë lidhërie kanë bankat e financat me një market. Por janë që rrethonat janë këtilla çfarë dhe ne me atë sa kërkojmë për vete mirë kuptimin ja kemi bërë dhe paris anteportas, paris sekundër. Dhe në market ne jemi bashkë, nuk kemi ndarës, nuk kemi ndarë partish. Ne jemi bashkë në treg, si qytetar konsumator, si tregtar, me shumicë ose me pakicë, dhe ne duhet si një familje shumë antarëshe të ndajmë të mirën e të keqen bashkë
dhe të mos luftojnë, mundësisht mos luftojnë. Selatin, më lejo të thras kështu si mik. Të pyes... Desha me të avon vrejtëm. Okej. Më prezentohet si mik. Zakonisht nuk e përdor, po më doli ashtu. Me miku kalon më njerë në përtu, Po. e vazhdove Faleminderit. Përsi. Faleminderit shumë për këtë bashkëbisedim në këtë lloj mënyre miqësore. Do me thënë që mirë që po e paguajmë shtrejt artikullin që marrim ndër produktin, po edhe të skaduar i bie. Çmimi është një shkencë më vete. Dhe mua më vjen keq që në qeveri nuk e kam dëgjuar, ose nga qeveria, në veçanti nga Minti nuk e kam dëgjuar askën që i hin analizës së çmimit. Nuk e kam dëgjuar askën nga odat ekonomike. Odat ekonomike po më përzihen në punë, ojza, duke e mbrojtur gjëja së konsumatorëve, por në të vërtet ato janë vetë problemi. Sepse nuk e kam dëgjuar asnjë odë e cila ja ka dhënë një vrejtet të vetë që këtë të pak të veshi ndonjë antari të vetë për gabimet që bën në çmime, ose për çmimet e fryera, ose çka do qoftë që ka të bëjë me mos respektimin e dinjitetit të qytetarët konsumatorë. Dhe çfarë ka në çmim? Problemi më i madh i çmimit është importi. Ne nuk kemi diplomaci ekonomike. Në asnjë ambasadë nuk di që të kemi një konsul komercial i cili do ta përqendrojë tregun e eksportit atje, po nga drejt nesh tregun e importit. Dhe duke nisur nga logjika se të gjitha shtetet në Evropën e subvencionojnë, pra e finansojnë, e lehtësojnë çmimin e eksportit, ne do të duhesh të kishim çmimet më të ulta sa për shembull në Shtetet e Bashkimit Evropian. Por ndodhe kundërta. Ne kemi çmime të lartë sepse dikush e ka llaboruar pjesën e subvencionuar. E kemi cilësi më të dobët, kemi më pak komponente dhe kemi probleme skadencë. Kemi problem edhe me originalitetin e produktit. Me këto nuk merret askush. Qeveria e ka Ministrinë e Punëve të Jashtme. Por kjo Ministria e Punëve të Jashtme thotë se merret me pakicat shqiptare në Evropën botë, por nuk merret me çështjet thelbësore të ekonomisë, e që është importi, sepse them që është themelore, sepse mbi 90% ne importojmë. Nga ky 90%, ja kemi edhe dëshmin pse e quajmë buxhet konsumues i shtetit. Sepse ky 90% reciklohet, ose tregtohet, ose qarkullon në treg në saje të blerjes ose shit blerjes me konsumatorin. Do me thënë në çmim, janë të gjitha taksat, tatimet dhe akcizat, të cilat i paguajmë ne me blerjen e mallit. Prandaj jemi gjeneros kryesor të buxhetit të shtetit. Por asnjë parti politike, asnjë kandidat të cilët ne i mbajmë me votën tonë të rrjetë demokratike, asnjë nuk merret me këtë dhe ja ignoranca. Është ignorancë thellë e pafajshme, sepse nuk mund të tolerohet as të mirë kuptohet që këta nuk e shohin vetën si qytetar konsumator, nuk i shohin familjet e veta si qytetar konsumatore, nuk e shohin antarësinë e vetë si qytetar konsumator. Ky është problemi më i madh. Më thuaj, Selatin, ti vetë si ke punët me këtë vajin e palmës? Se është një temë... Me palmës kam nisur të merrem pak më herët se qeveria, edhe pak më herët se Minti, edhe pak më herët se qumshtarët. Do me thënë, si vjetë organizata konsumatori shënon 20 vjetorë në themelimit, faleminderit që po më uroni të gjithë, duke u nisur nga presidenca, nga kuvendi, qeveria, veçanti nga Minti, të gjithë ju faleminderit, por me këtë 20 vjetor, parafarsisht i kam edhe 20 vjetor provoj me çështjen e vajit të palmës. Edhe vaji i palmës është shkencë dhe nuk mjafton një orë mësimore, siç e ka dhënë vetes dikush nga një ministri, me një orë mësimore të kuptoj çdo gjë për vajin e palmës. Nuk kam kohë të ligjeroj më shumë, por vaji i palmës nuk preferohet të përdoret te një artikull themelor siç është qumshti. Mirë po, te konditoria, pra te biskotat, te çokoladat, te gjitha këto, lejohet. Nuk ka produkt konditorie në një market i cili nuk ka vaj palme. Këtu është problemi. Do më thënë, problemi është te mbi konsumimi i vajit të palmës.
Prandaj ne duhet ta kemi të deklaruar vajin e palmës që ta dim të llogarisim se sa të konsumojmë. E dyta edhe më fort se kjo. Vaj i palmës prodhon qelizë kanceroze nëse përdoret një herë ose më shumë herë në temperaturë mbi 200 gradë Celsius. Dhe nëse përdoret vaj mbi 200 gradë Celsius, karakteristikat e njëjta kanë të gjitha llojet e vajrave. Do më thonë, ne këtë temë e kemi politizuar së tepërme, prandaj me një intervistë e kam cilësuar si show medial, ku janë ka për dy forca për të luftuar mbi kurrizin tonë. Është marrë, është turp për çdo ket që ta përdor kurrizën dhe xhepin e çfarë konsumator për ta matur forcën në ringun politik se cili është më i forti. Sa e kuptova unë në këtë që shpjegove, do me thënë që ishte një kritik për ata që nuk ju dëgjuan kur jeni marrë ko më parë, për para se ne ta mësonim edhe këtë, ta përdorim këtë fjalën shumë, e ta mësonim se çka është konkretisht vaji i palmës, dhe nuk ju dëgjoj askush. Partitë politike dhe politikanët shumica, për fat të mirë jo të gjë, por shumica e mirë, e kanë një sindrom të nxënësa ngelcana, për sërica. Sepse ata nuk din ose nuk kuptojnë vetë, por edhe atë që dëgjojnë prej tyre, prej dikujt tjetër, nuk është ajo e duhura sepse duan ta dinë vetëm ata. Partitë politike kanë një alergji ndaj të gjitha ideve, edhe shkencore qofshin ato, nëse nuk burojnë nga vetja e tyre. Dhe nga mia reagime që ka bërë organizata konsumatorë dhe unë, qytetërisht nga asnjë legjislaturë qeveritare, nga asnjë ministri, as nga minti, nga asnjë parlament, nga asnjë prokurori, nuk është marrë parasysh. Dhe ne jemi në përkëmbër, nëse i analizojmë këto kështu, jemi të sabotuar dhe dikush sikur me qëllim bën diverzion mbi ne. E kuptoj. Nuk e di nëse dëgjuat nëse diçka që ndodh në Shqipëri edhe në lidhje me ato çfarë ne konsumojmë dhe çfarë ne në fakt pranojmë të ushqemi, qoftë gjatë verës, por qoftë gjatë stinës të tjera, natyrisht që është dimri, vjeshta dhe pranvera, na bën përshtypje se nëse konsumojmë në Shqipëri, e kemi konsumuar dhe në Kosovë, ose ne shkojmë shpesh edhe në Shqipëri. Ishte lajmi që më datën 3 shtator të këtij viti natyrisht, në muajin që vjen, do të ndërpritet mishi nga Brazili. A keni ju informacion si drejtuesi i OQS konsumatori që në fakt ky mish i Brazilit po shitet, po tregtohet edhe këtu në vendin tonë, dhe sipas informacionit gjithmonë që vjen nga Shqipëria, do ta ndaloj këtë, do ta ndërpres mishin nga Brazili. Arsyeja ishte që disa ekspert të evropian kanë thënë për shkak të përdorimit të medikamenteve veterinare që rrisin masën muskulare të kafshët, që vjen qoftë nga tek gjedhët, por dhe tek shpendët. Kam një urrëtie pak a shumë jashtë kësaj teme, Maksi. Po? Mua kur dikush ma përmend ndamës Shqipërinë, ndamës Kosovën, thënë, po mirë, Kosova ç'është, nuk është Kosova Shqipëri? Shtoh dhe dëgjoj shumë njerëz të mençur edhe nga Anderi, të cilët e cilësojnë Kosovën si më shqiptare se cilën do të rajon tjetër. Ne flasim shqip, jemi shqiptar, historia ka qenë e pamëshirshme ndaj nesh, dhe neve askush nuk ka të drejtë, askush mund të na ndalojë që ne të quhemi të paktën në këto bisedat e lira të quhemi Shqipëri. Kudo ku jemi sa jemi në ato 90 kilometra katror, të cilat ka që dash të jenë një shtet etnik me 1912. Unë jam dakord dhe jam emotiv për këtë temë. Unë jam dakord dhe ky gabim paktën mua personalisht nuk më lejohet ta bëj kurrë dhe nuk e bëj kurrë këtë gjë, por jemi duke folur për këtë lloj ushqimi në fakt, sepse ti në fakt unë e di që ti je shumë selektiv dhe shpeshherë kur ke qenë në studio tek ne ke folur për sa i përket punën e mishit që vjen edhe nga jashtë. E tash po kaloj te mishi. Edhe kjo temë është e ngelcanave. Ngelcanave. Nxënëse të dobët.
Brazili dhe Argentina janë dy shtete super prodhuese të mishit të gjellit. Dhe mishi tyre, po flasim për mishin standard, është pothuajse 100% bio për arsye se këto dy shtete të mëdha kanë sipërfaqe të mëdha të lira të gjelbra për kullosa të gjellëve. Për të arritur majmërinë e një gjelli, nevojitet të paktën 1 hektar për kokë gjellë. Këtë kushtëbelore e përmbushin edhe Brazili edhe Argentina. Bile Argentina ka aq shumë kërkesa sa që e ka thirrë popullatën të konsumojë më shumë mish derri që ta liroj mishin e gjellit këtë më shumë për eksport. Dhe me thëmë, për mua, me aq sa unë di, me modestin time po e them, nuk po përpiqem të jem ekskluziv se ka të tjerë që dinë më shumë e më mirë, ka ekspert, keni profesor, keni akademik, të cilët për fat të ketë shumë pak po i konsultojnë. Unë them se mishi është në rregull, por tregtia nuk është në rregull. Domethënë, ne problemin nuk e kemi në Brazil. Ne problemin e kemi në Tiranë, në Prishtinë, në Shkup. E kudo tjetër, kur ne flasim gjuhën tonë më të bukur dhe më të vjetër në botë. Domethënë, mungon kontrolli. Shiqëni problemin e vajit të palmës dhe qumshit pluhur. Ky problem është i pranishëm mbi 20 vite. Pse nuk është zgjedhur? Pse nuk është marrë me të asnjë legjislaturë qeveritare? Senatik Kaçaniku me 20 vjet provoi në këtë temë, është dëshmitar i gjallë, për fat të mirë, Allah i shqyrë. Domethënë, nëse ne nuk jemi në krye të detyrës, atëherë ne të hedhën vallën, ku s'ka më çfarë mi njerëz të shtëpie. E kuptova. Kur ishte duke diskutuar në lidhje me vajin e palmës dhe produktet e qumshtit dhe qumshti pluhur, një ditë në program do ta them, thash së bashku me Meritën, kërkoj që dua të shkoj të marr direkt nga bullica qumësht. Dhe pyeta ata që na ndjekin nëse ka bullica ende në vendin tonë. A dini sa shumë foto dhe video më erdhen nga bujq që na ndiqnin dhe thonin që po ekzistojnë bullicat. Dalte kjo tek fakti që a vërtet ne duhet të mendojmë, nuk e di, disa herë përpara të shkojmë në një market për të blerë diçka, sidomos gjatë stinës së verës, se kurin ku qëndron, si ka ardhur, kontrollet e tjera, vërtet nuk janë të duhura, duhet të mendojmë disa herë përpara të blejmë diçka për ta konsumuar. Nuk duhet të shikuar dy herë, nuk duhet menduar dy herë, mjafton një herë. Një herë. Mos të blejmë asgjë pa lexuar deklaracionin. Po. Mos shkojmë me përqendje të shoqërisë, shokëve, shoqeve, familjarëve, në veçanti jo me përqendje të fëmijëve se ata të gjithë së bashku na dekoncentrojnë. Unë kërkoj falje nga fëmijët dhe nga prindërit e rinj, por duhet shkuar në ato markete që të cilat kanë paqe fëmijësh, vende me lodra fëmijësh. Që fëmijët të lërë rahat me lodrat e tyre, dërsa prindit ta bëjt tregti o shopping rahat me brengat e furnizimit familjar. Kështu bëhet tregtia. Nëse ne jemi të shpërqendruar, të dekoncentruar, natyrisht se bëjmë gabim. Unë do ta them një informat, por mos ma zini për të keq, për të mbrapsht. Në një market, i cili mund të ketë 50 deri 100.000 artikuj, është shumë vështirë për të përcjell datët e skadencës dhe teknikalitetet tjera. Mirë po, nëse duam, kur më lehtë nuk ka qenë, cila është lehtësia. Një kompjutor është më i mençur se koka jonë sa i përket statistikave. Kompjuteri gjithmonë mund ta sinjalizojë datën e skadencës të çdo produkti. Nëse duam të punojmë drejt. Nëse nuk duam të punojmë drejt, ja edhe burimi i kusura me centa, rrumbullakimi i çmimit me centa, ja ku probleme me qeset të cilat na detyrojnë të pagojmë ne, ani që nuk është brenge jona, ja probleme tjera, një morit problemesh parasysh se ne nuk jemi syqet, domethënë s'ka nevojë dy herë, maksi po e përsëris. Mjafton vetëm një herë dhe mjafton të jemi të përqendruar. Mjafton që jemi të përqendruar. Jam shumë kurioztar të pyes kur ti je jashtë Kosovës, flasim në një vend evropian.
A je ka që mpret për të parë datën e skadencës, apo je më i sigur të blesh në atë marketin evropian diçka? Mua kjo punë më është bërë smundje profesionale. Por, po të them një gjë. Marketet këto të tonat i kam parë për herë parë, do shta para 20 vitësh. Dhe jam mahnit. Para se të kthehesha nga egzodi, në vendindje, i mendoja për sjatja, çka do të gjejmë, çka do të bëjmë, si do t'ja bëjmë. Dhe kjo mrekullia nga markete mua më impresionoi shumë. Dhe unë, sot a dit, i jam njohës të gjithë për tregtarëve prima guximtarë, që i hynë kësaj betejë, dhe sot i bëm në Kosovë, ndoshta i kemi mbi 300 markete të mëdha dhe dinjitoze, që pak vendeve në Evropën e Bashkuar i arshojmë vendin. Nuk jemi keq. Por, mes 100.000 artikush të një marketi, nëse vetëm njëni qëllon jashtë kadencës, nëse vetëm një qytetar konsumator e rrezikon, të rrezikosh jetën ose shëndetin e një qytetari që është edhe sovrani, që është edhe populli, që është edhe kombi, është punë shumë delikate. Nuk ka falje aty. Por ja që partit politike po e ndajnë tallën me dikën, me kënë për ndajnë çfarë bëjnë, nuk e di, por unë e di që ata finansohen edhe me donacione e subvencione nga bizneset, po finansohen jashtëligjshëm edhe nga ligji jashtëligjshëm për finansimin e partive politike nga buxheti, që nuk është ligj në rregull, nuk është miratuar në forma dhe standarde të rregulluara. Pyetja fundit, se Latin besoj më lejohet ta bëj këtë pyetje fundit tërë, se si e feston një 20 vjetor o një OJQ konsumatori? Keni menduar diçka, ndonjë kauz, ose nuk e di se si e kujtoni? Për shembull, ty me të madhe shtype të kam dëshmitarin kryesor. Po. Unë shfrytëzova këtë takim me ty për të falendëruar të gjithë ata e listova listën e gjatë, Okej. na kanë uruar në zyrtatorin. Dhe ti e more konfirmimin atë, e ndoni këtë konfirmim. Mirë, e kuptova. Mos u trem. Nuk e ke asnjë. Jo, e kuptova. Sepse nga themelimi e këndej, asnjë legjislatur qeveritare nuk e ka njohur qytetarin konsumator, as që ka njohur organizator. Këta jemi ne. Ligji për mbrojtjen e konsumatorit, në hartimin e të cilit ka marrë pjesë edhe e obligon DMK-n, ZMK-n, KMK-n, e obligon mintin, pra në përmes tyre qeverin edhe parlamentin, që të krijoj kushte për formimin e OJQ-ve të reja dhe për t'i mbështetur ato me projekte me grante. Tash më pyet, të lutem, sa projekte, sa grante i ka shpallë DMK-ja dhe minti? Sa? Asnjë. Ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve. Asnjë, pra, bravo. Asnjë. Me yll laçi. Shpresoj se Latin që herën tjetër të flasim natyrisht, të presim edhe në studio, të jetë pak më freskët, edhe të diskutojmë gjëre gjatë. Po vuaj se më ka marrë malli me ju pa të gjitha tu. Të mirëpresim edhe për qef. Edhe të vija atje që ta pi çajin e juaj të mrekullueshëm, ka marrë malli edhe t'i ndaj emocionet nga balla e pranverore dhe nga shkëmbi kavajës ku... Po, patjetër. Qerasët. Do të kemi edhe në një... Në 4 bypassa që i kam mua më sfidon sa i përket temperaturave të larta, dhe bëra mirë që nuk erdha se e kalova një natë goxha të sikletshme, dhe bëra mirë që nuk erdha se nuk do të moja më ardhë, Shpresoj të jetë gjithçka mirë me shëndetin tënd, kjo ka rëndësi. Faleminderit shumë edhe për këshillat dhe gjithçka, të përshëndesim nga studio, gjithë të mirat.